Një sherr mes Pinokut dhe shokëve të tij. Njëri prej tyre plagose të rënd dhe Pinokun e arrestojnë. Kur mbërriti në plazh, Pinoku i nguli një shikim detit, por nuk pa asnjë peshkaqen. Deti ngjasonte sipas tyre kristali, kaq i kthjellët ishte. "O peshkaqen, ku je?" thiri dhe u kthye nga shokët. "Duhet të ketë shkuar të hajë mëngjesin", ja ktheu njëri prej tyre me të qeshur. "Ose duhet ketë rënë në shtrat për të marrë një sy gjumë", shtoi një tjetër dhe i qeshi me të madhe. Nga ato përgjigje pa pikë kuptimi dhe nga ato zgërdhirje të shpifura, Pinoku e kuptoi që shokët ja kishin punuar paq. U xhindos dhe ju drejtua tërmëlle. "Pa më thoni tani, çfarë kënaqësie ju dha fakti që ma hodhët me këtë meselen e peshkaqenit?" "E po, kishim edhe ne qëllimin ton", ju përgjigje në kor ata faqezinjt. "E cili na qenë ka qëllimi juaj?" "Që të lësh shkollën dhe të vish me ne. Nuk të vjen turp që çdo ditë aq i përpik dhe i zellshëm në mësim? Nuk të vjen turp që mëson aq shumë? Si ja bën? E ç'pun ju prish juve nëse unë studioj? Na prish që t'shkem me të, sepse bijem në sy për keq të mësuesi. E pse? Sepse nxënësit e zellshëm i lën gjithnjë në hije ata që s'kan dëshirë të studiojnë, dhe ne s'duam të mbetemi në hije. Kemi faqe edhe ne. Por shtu e të bëj që të mbeteni të kënaqur nga unë? Duhet ta marrësh me përtes edhe ti shkollën. Ti shohësh vëngër të armiqtan më të mëdhenj, shkollën, mësimin dhe mësuesin. Po sikur unë të dua që të vazhdoj të mësoj mirë, nuk do të flasim me gojë. Dhe në rastin më të parë, do të punojmë qindin. Të them të drejtën, më vjen të qesh nga fjalët tuaja, tha Pinoku dhe tundi kokën. "Ej, Pinok!" thiri më i madh ndër djem dhe ju afrua në turi. "Mos na shit dëngla këtu dhe të na fryesh si kacagjel. Nëse ti nuk na e ke frikën, as ne nuk ta kemi frikën. Ki parasysh që ti e filli vetëm, kurse ne jemi 7. 7, si mëkatet e rënda", tha Pinoku dhe ja plasi gazit. "E dëgjuat? Na shau të gjithëve. Na quajti mëkate të rënda. Pinok, kërko shpejt ndjes për këtë fyerje, ndryshe mirë ti." "Kuku, kukurisi kukulla dhe i talli me këmbë me duar. "Pinok, do të apëstosh keq. Kuku, do të hash dru si gomari. Kuku, do të kthesh në shtëpi me unë do të përshesh. Kuku, ta tregojmë ne tani", bërtiti më gjak nxehti. "Na këtë grush një herë që ta kesh për darkë sonte." Tha kështu dhe ja veshin me grusht kokës. Edhe Pinoku nuk ja la mangët, por ju përgjigj flak për flak dhe sa kaq pëleshja u ndez me shkelma e me grushte. Pinoku, edhe pse i vetëm, u mbrojt si luan. Lëvizte aq mirë me ato këmbët e drunjta sa arriti t'i mbante larg tërë kundërshtarët. Dhe aty ku goditnin ato këmbë, linin vurata të zeza e mavi. Atëherë djent, të xhindosur që nuk po ja dilnin dot, kaluan në përdorimin e mjeteve rrethanore. Pastaj nxorën nga çantat librat dhe mjetet e shkollës e zunta qellonin furishëm. Por Pinoku që e kishte syrin pisht dhe ishte i zhdërvjellët si ketër, shmangej në kohë dhe tërë mjetet shkollore shkonin e përfundonin në det. Sa u gëzuan peshqit kur i pan ato në ujë. Pandeën se ishin gjëra për të ngrënë e filluan të hidheshin rrufeshëm mbi ujë, por pasi hëngrën ndonjë faqe libri, nisën të ngërdheshen e të rrudhin buzët. Dukej sikur thoshin, "Nuk janë gjëra për ne, ne jemi mësuar të ushqemi shumë më mirë." Ndërkaq përleshja po bëhej për herë më e ashpër. Kur ja, tek ja beu një gafore e madhe që sapo kishte nxjerr kokën mbi ujë dhe që të rrequr zvar deri në breg. U dëgjua të thëriste me një zë të qerë si një trombe e prishur. "Mjaft u zut mor birbo. Këso përleshje s'para përfundoi mirë, gjithnjë ndodh ndonjë e pa bërë." "Ej gjora gafore", ishte një lloj sikur kishte folur në erë. Madje ai Pinok çapkëni i hodhi një vështrim vëngërosh dhe i tha pa pik takti. "Qepe moj gafore o gurzez, do të bëje mirë të gëlltisje ndonjë lëmysh që të shëroje atë fyt të qerë. Shko në shtrat më mirë dhe djesh si tuca." Në këto e sipër, djemt që e kishin shpenzuar tërë arsenalin e librave të tyre, ja vun syrin çantës së Pinokut dhe e shtin në dorë sa çelë mbyll syt. Në librat e tij ishte një vëllim i trash me kapak të fortë. Ishte një libër algjebre dhe e merrni me mend sa shumë peshonte. Njëri nga djemt e rëmbeu librin, mori në shenjë kokën e Pinokut dhe ja vërviti me sa fuqi që kishte. Por në vend që të godiste kukullën, i ra kokës njëri prej shokëve të tij, që u bë i bardhë si shkumës dhe zuri të lebetitej. "O mami, më ndihmo, po vdes." Pastaj i ra përdhe në breg të detit. Kur pan trupin e djalit të plantosur ashtu, djemve u hyri frika në palc dhe u dhan këmbëve sa të mundin e nuk u dukën më. Pinoku nuk luajti nga vendi dhe pavarësisht se nga frika dhe dhimbjet ishte më shumë i vdekur se i gjallë, rendi të njomte me ujë shamin dhe ja vuri në tëmtha shoku të gjor. Ndërkaq qante me ngashërim dhe i dëshpëruar e thëriste në emër. Eugeni im i gjor, hapi sytë e më vështro. Pse nuk më përgjigjesh? Nuk e bëra unë, nuk të qëllova unë. Më beso, nuk të qëllova unë."
Pinoku rrezikon të skuqet në tigan si peshk. Gjatë atij vrapimi të dëshpëruar, erdhi një çast i tmerrshëm kur Pinoku e pandeu veten të humbur. Alidori, kështu quhej langoi, i ishte afruar shumë dhe gati po arrinte. Mund të themi se ai e ndjente mu në zverk dihatjen e rëndë dhe frymën e nxehtë të asaj kafshe të egërsuar. Për fat të mirë, plazhi ishte fare pranë dhe deti ndodhej vetëm disa hapa larg. Me të mbërritur në plazh, kukulla bëri një goxha kërcim si të ishte një bretkos dhe ra drejt në ujë. Alidori donte të ndalej, por dallga e lartë e mori me vete edhe atë. Ai fatziu nuk dinte të notonte dhe nisi të pllaquriste këmbët e të qëndroi mbi ujë, por fuqit ju shterën dhe u zhyt në thellësi. Kur e nxori sërish kokën mbi ujë, qeni ngratë i kishte sytë e trembur e të perënduar. Po mbytem, filloi të lehtë i lebetitur. Ngorç! Ja ktheu Pinoku që së largu dhe e ndjeu veten jashtë çdo rreziku. Ndim, Pinoku im, ndim, më shpëto, po mbytem. Kur dëgjoi ato britma therse, kukulla që e kishte zemrën flori, u prek thellë dhe i tha qenit. Nëse të shpëtoj, a më jep fjalën se nuk do të më bezdisësh dhe do të më lësh të qetë? Të premtoj, vetëm zito për hir të Zotit, sepse edhe një minutë dhe do të mbytem. Pinoku nguroi një çast, por pastaj u kujtua se jati kishte thënë shpesh se sjellja e mirë të nderon. U nis me notë arrinte Alidorin dhe pasi e mbërtheu nga bishti me të dyja duart, e nxori shëndoshë mirë në breg. Qeni ngrat me zimbahej më këmbë. Kishte pirë shumë ujë pa dashur dhe që fryrë si kacek. Nga ana tjetër, Pinokut nuk ja mbante shumë dhe për të siguruar u hodh sërish në ujë. Teksa largoi nga bregu, i bërtiti mikut që i kishte shpëtuar jetën. Lam të mirë, Alidor, rrugë të mbar dhe të fala nga shtëpia. Lam të mirë, Pinok, ju përgjigj qeni. Shumë faleminderit që më shpëtove jetën. Nëse e sjell rasti, do të di si të ta shpërblej. Pinoku vazhdoi të notonte gjithnjë pranë bregut. Më në fund ju duk se mbërriti në një vend të sigurt. Në shkëmbin të bregut shqoi një shpellë, prej nga dilte një shtëllunge gjatë tymi. Duhet të ketë zjarr në atë shpellë, tha me vete. Aq më mirë, do të shkoj të thajem e të marr një të ngrohur. Po pastaj le të bëhet si të jetë e thënë. E ndau mendjen dhe ju avit shkëmbinjve të bregut, po kur u matën qitej, ndjeu diçka që ngrihej dhe po e ngrinte edhe atë në ajër. Bëri të largohet, por tashmë qevon dhe për habin e tij më të madhe, pas e kishte ngesur në një rrjet të madhe, mes një morie peshqish gjithfarësh që përpoliteshin si shpirtra të dëshpëruar. Në atë çast pa të dilte nga shpella një peshkatar kaq i shëmtuar, sa dukej si një përbindësh deti. Në vend të flokëve kishte një tufë bari të dendur e të gjelbër. Të gjelbër e kishte edhe të lëkurën e trupit, edhe syt, edhe mjekrën që i varrej si shtëllung deri poshtë. Dukej si një zhapik i ngritur arrithi mbi këmbët e pasme. Kur peshkatari tërhoqi rrjetën, klithi i gëzuar. Perëndia vuri dorën në zemër edhe sot, do të kem peshk me bollok për drek. Mirë thua, vetëm se unë nuk jam peshk, tha Pinoku me vete dhe sikur mori zemër. Peshkatari e çoi në shpellë rrjetën plot me peshk. Shpella ishte errët dhe tërtym. Në mes të saj vlonte një goxha tigan me vaj që lëshonte një erë të rënd mbytëse. Pa të shohim pak se ç'pesh kemi zën, tha peshkatari i gjelbër dhe rrëmoi brenda me dorën e stërmadhe që dukej si një lopat furtari, dhe nxori prej ande një dorë barbunjsh. Të mirë këta barbunj, tha dhe i vështroi e u mori erë tër kënaqësi. Pasi nuhati mirë, i flaku në një kovë pa ujë dhe vazhdoi të nxirrte pa pushim peshq të tjerë me gojën që i lëshonte lëng dhe spushonte së lëvduar i peshqit që i zinte dora. Siç mund ta merrni me mend, të gjithë peshqit u shkuan pas barbunjve në kovën pa ujë, dhe më në fund i erdhi radha Pinokut, që kishte mbetur i fundit në rrjet. Kur e nxori, peshkatari zgurtulloi sytë e gjelbër nga habia dhe thiri gati i tmerruar. Po ky, zdreq peshku na qen kavall, s'ma do mendja të kem ngrënë ndonjëherë peshk nga soi i këtij. Zuri ta kqyrte tër kujdes, pasi e ktheu mbare prap, më në fund u hodhe tha. E kuptova, duhet të jetë ndonjë gafore e deti. Atëherë Pinoku, i fyer që e morën për gafore, tha i mllefosur. Zgafore more, pa shiko sa ke që solle me mua, dhe që ta dish mirë, unë jam një kukull e drujt. Kukull, ja ktheu peshkatari. Ja ku po ta them troç, peshku kukull për mua është një lloj krejt i ri. Aq më mirë, do të kollofis tër shije. Të më kollofitësh? Po, a nuk e more vesh se nuk jam peshk? Nuk e dëgjon që flas dhe arsyetoj një lloj si ti? Shumë e drejtë, shtoi peshkatari. Dhe me që qenë ke një peshk që ti të flasit të arsyetoj si unë, do të bëj ndere të veçanta. E çfarë nderesh? Në shenjë nderimi e miqësie, po ta lë ty në dorë të zgjedhësh se si dëshiron të gatuesh. Dëshiron të skuqesh në tigan apo dëshiron të gatuaj me salcë tomatesh? Të them të drejtën,
ju përgjigj Pinoku. Do të zgjidhja më mirë të isha i lirë që të mund të kthesha në shtëpi. Me tërmendje ke? Mos pande se mund ta humbas rastin që të shijoj një peshk kaq të rrallë? Nuk ndodh çdo ditë që ndonjë peshk kukull të vërtitet në këto ujëra. Ma lër mua në dorë, do të skuq në tigan bashkë me peshqit e tjerë dhe do të mbetesh i kënaqur. Të tiganisesh me të tjerët gjithsesi është një ngushëllim. Kur dëgjoi këto sqarime kaq të mençura, Pinoku zuri të qante të lebetitej dhe spushonte së thëni. Sa mirë do të ishte sikur të kisha shkuar në shkollë. Dëgjova ta faqezinë dhe shkova pas mendjes së tyre dhe ja tani po e paguaj. Dhe teksa përpolitej si ngjall për të shpëtuar thonjve të peshkatarit, ky i fundit e lidhi me një fije xungthi dhe e hodhi në kovë bashkë me të tjerët. Pastaj nxori një kup druri me miell dhe i pudrosi tërë peshqit dhe i hodhi t'i skuqte në tigan. Pas barbujve dhe peshqve të tjerë, radha i erdhi Pinokut, i cili në buzë të vdekjes dhe çfarë vdekje të mërshme se, zuri të dridhej si purtek dhe si kishte mbetur më frym që të lutej. Pinoku i gjor lutej me sy të përgjëruar, por peshkatari as që avari fare dhe pasi e ngjeu një 5-6 herë me miell dhe e zbardhi nga kokat e këmbët, e mori dhe... Pinoku kthehet në shtëpinë e zanës, e cila i premton se me të zbardhur dita e re nuk do të ishte më kukull prej druri, por një djalosh i vërtet. Ndërsa peshkatari ishte gati ta hidhte Pinoku në tigan, në shpellë hyri një qen i madh leshator që e kishte joshur aroma ndjellëse e peshkut të fërguar. "Largohu tutje!" i bërtiti peshkatari dhe ju kanos kukullës me dorën e zhyer në miell. Por qeni i gjor, që po ngorthe urie, hungëriti dhe tundi bishtin si të donte të thoshte: "Më jep një copë peshk dhe do të lë të qet." "Largohu të thash!" ju hakërrue peshkatari dhe u mata godiste me shkelm. Atëherë qeni, që kur e mbërthente uria verboi krejt, ju skërmit tërë egërsi peshkatarit dhe i tregoi çatallët e frikshëm. Në këto e sipër u dëgjua një zë i mekur. "Më shpëto, Alidor, por nuk më shpëtove, mora fundi t'i ganisur." Qeni e njohu menjëherë zërin e Pinokut dhe u habit kur vuri re se zëri vinte nga ajo gjëja pluhurosur me miell që mbante peshkatari në dorë. "E çfarë bëri?" do thoni ju. U hodh me vrull, e mbërtheu atë gjën e bardhë ndërdhëm dhe doli nga shpella si rufe. Peshkatari i çindosur që i morën peshkun nga dora, u mata ndiqte pas qenin, por sa bëri ty hapa, e zuri një koll e fortë dhe ndërroi mendje. Ndërkaq Alidori, pasi e gjeti rrugicën që të çonte në fshatin më të afërt, u ndal dhe e lëshoi me kujdes për dhe mikun e tij. "Më bëre një nder që s'di si të ta shpërblej", tha Pinoku. "Nuk është nevoja", ja ktheu qeni. "Edhe ti më shpëtove jetën, kështu që tani jemi të larë. S'ke ç'bën, në këtë botë duhen ndihmuar të tjerët." "Po si vallë përfundove në atë shpellë?" "Kisha mbetur i shtrirë aty në mes të plazhit, më shumë i vdekur se i gjallë, kur më shpoi hundët era e peshkut të fërguar. Ajo aromë më ngasmoi oreksin dhe unë ndoqa pas. Po të vija një minutë më vonë." "Mos më thuaj", bërtiti Pinoku, që ende dridhej nga frika. "Mos më thuaj. Po të mbërije një minutë më vonë, tani do të isha fërguar për merak. Më kapin të dridhura vetëm kur e mendoj." Alidori, duke qeshur, shtriu putrën e djathtë drejt kukullës, që ja shtrëngoi fort në shenjë miqësie dhe pas kësaj u ndan. Qeni mori rrugën drejt shtëpisë dhe Pinoku, që kishte mbetur vetëm, shkoi në një kasolle aty pranë dhe pyeti një plakush që po rrinte te dera e po ngroi në diell. "Më thoni, o fisnik, mos dini gjë për një djalë të gjorë të lënduar në kokë dhe që quhet Eugen? E morën djalin dhe e stollën në këtë kasolle dhe tani duhet ketë vdekur", e ndërpreu Pinoku i dërmuar nga dhembja. "Jo, është gjallë dhe është kthyer në shtëpinë e vet." "Vërtet?" klithi kukulla e drunjë dhe u hodh përpjet nga gëzimi. "Pra plaga nuk pas ka qenë e rëndë?" "Mund të ishte shumë e rëndë, vdekje prurse madje", ju përgjigj plakushi, "sepse e kishin qelluar me një goxha libër të rëndë në kokë." "Po kush e qelloi?" "Një shok i tij i shkollës, një far Pinoku." "Po kush është ky Pinoku?" u hoj sikur s'dinte gjë kukulla. "Thonë se ishte një djalë i keq, një ndasak rrugësh, një kokë shkret që s'linte 2 kur bashk." "Gënjeshtra, të gjitha gënjeshtra." "E njeh ti këtë Pinokun?" "Vetëm si fytyrë", ju përgjigj kukulla e drunjt. "Po ti ç'mendim ke për të?" e pyeti plakushi. "Mua më duket goxha djalë, shumë i zellshëm në mësime, i dëgjuar dhe që bën shumë për familjen dhe tatin." Ndërsa po thoshte tër këto gënjeshtra pa ju dridhur qerpiku, preku hundën dhe ndjeu se i që zgjatur një pëllëmb. Atëherë i tmerrua nga frika, nisi të bërtiste. "Mos u avini veshin ofisnik tër atyre broçkullave që ju thash. Edhe unë e njoh Pinokun dhe po ju siguroj se është vërtet një faqezi, një punëbosh dhe që s'lë 2 gur bashk. Është nga ata që se kanë me qejf shkollën dhe e kanë mendjen te prapësit."
Sa po shqiptoi këto fjalë, hunda ju shkurtua dhe ju kthye në gjendjen e mëparshme. Po pse je zbardhur kështu si gëlqere? E pyeti befas plakushi. Po ja, u fërkova pa dashje pas një muri të porsalyer, ju përgjigj Pinoku dhe u turpërua që e kishin ngjyrë me miell për ta skuqur në tigan si peshk. Po xhaketën, këpucët, kapelën, ku i ke? Takova rrugës disa ajdut dhe mi grabitën. Më thoni o plak i mirë, mos vallë ju ndodhe ndonjë rob sa të mund të kthehem në shtëpi? Unë mor djalë vetëm këtë thesin e vogël mund të jap. Po deshe mere, ja tek e ke. Pinoku nuk e bëriti gjatë. Mori thesin e vogël, i hapi 2 vrima me gërshër në fund dhe e veshi si këmish. Me atë veshje të çuditshme, u nis drejt fshatit më të afërt. Por gjatë rrugës nuk ndihej as pak i qetë. Pas çdo hapi, fliste me vete e thoshte: "Si do t'i dal përpara Zanës dhe Mërbardh? Çfarë do të thot kur të më shoh? A do të ma fali dhe këtë paudhësi të dytë? Vëbas se jo. S'ka dyshim që nuk do të ma fal. Dhe ka hak, sepse unë jam një mosmirnjos çamarok, që gjithnjë premtoj të ndreshem dhe kur nuk e mbaj fjalën." Në fshat mbërriti kur kishte rënë nata e thellë dhe me që bënte kohë e keqe e binte shi me gjyma, shkoi drejt në shtëpinë e Zanës, i vendosur që të trokiste dhe të hynte drejt e brenda. Por kur mbërriti atje u ligështua i tëri dhe në vend që të trokiste, u largua me vrapja 20 hapa larg. Ju afrua për të dytën herë derës, por nuk e ndau mendjen të hynte brenda. Po kështu edhe herën e tretë. Të katërtën, me dorën që i dridhej, trokiti i ndrojtur. Priti kur pas gjysmë ore u hap dritarja e katit të fundit. Shtëpia ishte 4 katëshe dhe Pinoku pa të dilte në dritare një kërmill i madh me një dritës mbi kokë. "Kush është në këtë orë?" tha kërmilli. "Në shtëpi është Zana?" pyeti Pinoku. "Zana po fle dhe nuk dëshiron ta zgjojnë. Po ti, kush je?" "Jam unë." "Unë kush?" "Pinoku." "Cili Pinok?" "Kukulla e drunjë që banon në shtëpinë e Zanës." "Aha, e kuptova," tha kërmilli. "Më prit aty se po vi në çast të hap derën. Nxitoni për atë zot se po ngrit së ftoti." "Dëgjoj mordjal, unë jam kërmill dhe kërmint nuk nguten dot." Kaloi 1 orë, 2 dhe dera nuk po hapej. Pinoku që dridhej nga të ftotët dhe nga frika e i bërë qull nga shiu, mori zemër dhe trokiti për herë të dytë më fort këtë radhë. Pas kësaj u çel një dritare e katit të poshtëm dhe sërish u shfaq kërmilli. "O kërmill bukurosh," ja pat Pinoku me zë të lartë. "Kam 2 orë që rri e pres, edhe këto 2 orë kështu si jam katandisur, po më duken më shumë se 2 vjet. Nxitoni për hir të Perëndis." "Djalin mbar," ju përgjigj nga dritarja Ligaveci, që se bënte qefin qeder. "Unë kërmill jam dhe kërmint nuk e kanë me ngut." Dhe dritarja u mbyll me tërsëllëm. Pas pak qastesh trokiti mesnata. Pastaj shkoi ora 1, 2 pas mesnate, por dera vazhdonte të ishte e mbyllur. Atëherë Pinoku e humbi durimin dhe zuri t'i binte derës tër inat sa u tund shtëpia. "E po, kjo derë u dashka goditur me shkelma," bërtiti Pinoku i verbuar nga mlefi. U tërhoj shpas dhe i lëshoi një shkelm të fortë derës. Kaq fort e goditi sa këmba i ngeci në të çarën e derës si një gozhdë e ngulur me çekiç dhe më kot u rek ta tërhiqte pas. Merrini me mend si u bë Pinoku i gjor. Ju desh të kalonte tërë natën me njërën këmbë në tokë e tjetrën në ajër. Në mëngjes, kur zbardhi dita, më në fund dera u hap. Kërmilli të miri që ndashur plot 9 orë që të zbriste nga kati 4 deri aty. Kush e di sa duhet ishte djersitur i gjori. "S'po bëni me atë këmbë të ngulur në derë?" e pyeti me të qeshur Pinokun. "Më ndodhi një fatkeqësi. Pa shiko pak o kërmill, se mos më shpëton nga kjo torturë." "Këtu duhet ndonjë marangos mordjal, dhe unë s'marr erë nga ky zanat. Lutuni Zanës nga ana ime. Zana po fle dhe nuk doj që ta zgjojnë." "Po si mund të rri tër ditën e ditës si gozhduar kësisojnë në derë? Po ja, zbavitu duke numëruar milingona që kalojnë rrugës. E po mos sillni diçka për të ngrënë fundja, sepse po mbaroj krejt." "Ja, tani, në çast," tha kërmilli. Pas 3 orësh Pinoku e pa të kthej me një tabakat të argjendët në kokë. Në tabakak kishte një copë bukë, një pulastren të pjekur dhe 4 kajsi të pjekura. "Ja mëngjesi që ju dërgoj Zana," tha kërmilli. Kur patër ato gjëra të shishme, kukulla sikur e mori veten. Por sa shumë u shgënjye kur nisi të hante dhe vuri re se buka ishte prej allçie, pulastrini prej kartoni dhe kajsit prej mermeri. Donte t'ja përplaste të qarit dhe ta flakte tuti tabakan me gjithë ç'kishte brenda, por nga raskapitja dhe dëshpërimi i thellë, ra përdhe i zalisur. Kur erdhi në vete, e pa veten të shtrirë në një minder dhe prani qëndronte Zana. "Po të fal edhe këtë radhë," i tha Zana, "por mirë ti nëse bën ndonjë nga ato profkat e tua."
Pinoku premtoi dhe u betua se do të mësonte e do të sillej mirë, dhe mbajti fjalën deri në fund të vitit. Në provime e doli nxënësi më i mirë i shkollës dhe sjellja e tij u vlerësua shumë e mirë, saqë Zana fort e kënaqur i tha: "Më në fund dëshira jote do të plotësohet nesër, që do të thotë se nuk do të jesh më një kukull e drujtë, por do të bëhesh një djalë i vërtet." Kush nuk e ka parë me sy Pinokun kur mësoi këtë lajm të shumëpritur, nuk mund ta marrë dot me mend nga zëllimin e tij. Tërë miqtë dhe shokët e shkollës u ftuan për një mëngjes festiv në shtëpinë e Zanës që të gëzonin bashkarisht në këtë ngjarje të shënuar. Zana u kishte përgatitur 200 filxhan me qumësht e kafe dhe 400 panine të lyera me gjalp nga të dy anët. Ajo ditë dukej se do të ishte e mbushur me gaz dhe hare, por për fat të keq, në jetën e kukullave del gjithnjë ndonjë kleshk që prish gjithçka. Në vend që të bëhej djalë i mirë, Pinoku u nis fshehurazi për në vendin e lodrave me shokun e tij. Siç mund të merret lehtë me mend, Pinoku i kërkoi menjëherë Zanës që të dilte nëpër qytet dhe të shpërndante ftesat, por Zana i tha: "Shko e ftoj shokët për mëngjes, por ki parasysh që të kthesh në shtëpi para se të bjerë nata. Më kuptove?" "Për një orë do të jem këtu", ja ktheu kukulla. "Hap syt, Pinok, djemt premtojnë si pa gjë të keq, por në shumicën e rasteve harrojnë që t'i mbajnë ato. Po unë nuk jam si të tjerët, kur them diçka e bëj pa një pa dy. Do të shohim, vetëm se po e shkele premtimin i mjeri ti. Pse? Sepse djem që nuk u avën veshin këshillave të më të urtëve, gjithnjë përfundojnë keq." "Këtë e kam provuar në kurriz", tha Pinoku, "por tani nuk lajthis më. Të shohim nëse thua të vërtetën." Pa shtuar asgjë, Pinoku përshëndeti Zanën që ishte si një nën për të dhe duke kërcyer e kënduar, doli nga dera e shtëpisë. Në më pak se një orë i ftoi tërë miqt. Disa syresh pranuar menjëherë dhe me plot kënaqësi. Të tjerë bën ca naze në fillim, por kur morën vesh për ushqimet e shijshme, thanë një zëri: "Do të vim edhe ne të bëjmë qejfin." Tani duhet ta dini që Pinoku kishte një shok të ngushtë në shkollë, i cili quhej Romeo, por të gjithë e thërisnin me nofkën Fitili, sepse ishte i thatë e i rreshkur si fitili i ri një llampe me gaz. Fitili ishte djali më përtas dhe më çapkën i shkollës, por Pinoku e donte shumë. Shkoi dhe e thiri në shtëpi që ta ftonte për mëngjes, por nuk e gjeti. U kthye sërish, por Fitili nuk ishte. Edhe herën e tretë i shkoi rruga dëm. Ku mund ta gjente vallë? Kërko andej, kërko këtej, më në fund e pa të fshehur në qemerin e një shtëpie fshatarësh. "Ç'po bën këtu?" e pyeti Pinoku teksa i afroi. "Po pres të vi mesnata që të nisem." "Ku po shkon?" "Larg, shumë larg. 3 herë erdha në shtëpi e të kërkova, më ran këmbët." "Po çfarë kërkoje nga unë? Nuk e paske marrë vesh ngjarjen e shënuar? Nuk e di që mua më ka buzëqeshur fati?" "Jo, që nesër e tutje nuk do të jem më kukull prej druri, por do të bëjem djalë si ti dhe si gjithë të tjerët. Më bëhet qefi. Pra, nesër të pres për mëngjes në shtëpinë time." "Po unë sa po të thash se do të nisem nesër?" "Në çor, të thash pra sa po do trokas mesnata." "E ku do të shkosh?" "Do të shkoj të jetoj në vendin më të bukur të botës, një hata e vërtet." "E si quhet?" "Quhet vendi i lodrave." "Pse nuk vjen edhe ti?" "Unë." "Punë që s'bëhet." "Po bën gabim, Pinok, më beso mua, do të pendohesh po nuk erdhe." "E ku gjem vend më të përshtatshëm për ne fëmijët? Atje nuk ka shkolla, as mësuese libra. Në atë vend të bekuar nuk mësohet kurrë. Te ende nuk ka shkollë dhe java përbëhet nga 6 te ende dhe 1 e diel. Merre me mend, pushimet e vjeshtës fillojnë më 1 janar dhe mbarojnë në më 31 dhjetor. Ja, një vend si ky më pëlqen mua. Kështu duhet të jenë tërë vendet e qytetëruara." "Po si është ty ditën në këtë vendin e lodrave?" "Me lojra e argëtime nga mëngjesi në mbrëmje. Pastaj në mbrëmje njerëzia bien për të fjetur dhe në mëngjes gjithçka nis nga e para. Si të duket?" Ja bëri Pinoku dhe tundi let kokën si të thoshte: "Një jetë si kjo do të ma kishte ënda edhe mua." "Pra do të vish me mua? Po apo jo? Ndaje mendjen." Jo. Pastaj po. "Tashmë i kam premtuar Zanës se do të bëjmë djalë i mbar dhe dua ta mbaj fjalën e dhënë. Madje tani që dielli po perëndon, më duhet të largohem. Lam të mirë dhe udhë të mbar." "Ku po shkon me kaq ngutë?" "Në shtëpi. Zana zemërbardh do që unë të kthehem para nata." "Prit edhe 2 minuta. Do të bëhem shumë vonë. Vetëm 2 minuta. Po s'kur të më bërtas Zana pastaj?" "Lëre të bërtas, kur ta ketë shfryrë tufin mirë, do të qetësohet." Ja ktheu Fitili tinëzar. "Po si do t'ja bësh? Do të nisesh vetëm apo me të tjerë?" "Vetëm the, do të jemi më shumë se 100 djem." "Me këm do të udhëtoni?" "Në mesna do të vitë na marr një karrocë që do të na çojë deri në kufit e atij vendi fatlum."
Shnuk do të jepja që të ishte mes na tani. Pse? Që t'ju shija të niseshi të qitë bashkë. Qëndro dhe pak e do t'a shosh. Jo, dua të kthehem në shtëpi. Prit edhe 2 minuta. Shumë prita, Zana do të jetë në merak për mua. Ej gjora Zan, mos ka frikë se të hanë lakuriqtë e natës? Më thuaj, shtoi Pinoku. Je vërtet I sigurt se në atë vend nuk ka shkollë fare? Asnjë përbe, as mësues, këp mësuesi. Dhe si je detyruar të mësosh, as pak. Ç'vendi bukur, tha Pinoku dhe ndjeu t'i shkoni mornica nëpër trup. Ç'vendi bukur që qenka, nuk kam qenë ndonjëherë, por e marr me mend. Se nuk vjen edhe ti. Kot që ngul këmb. Tashmë I kam premtuar Zana se do të bëjmë djalë arsyeshëm dhe s'dua t'i dal fjale. Lam të mirë pra dhe përshëndeti nga ana ime tërë shkollarët që do të shohësh rrugës. Lam të mirë Fitil, të qoftu dha e mbar, zbavitu dhe kujtoj miqtë e vjetër ndonjëherë. Pinoku tha këto dhe u ma të largohet, por pa për 2 hapa u kthye dhe e pyeti shokun. Je I sigur se në atë vend tërë ditët e javës janë e enjte dhe një e diel? Si buka që ha? E di me siguri që pushimet fillojnë në fillim të janarit dhe mbarojnë në fund të dhjetorit? Plotësisht. Ç'vendi bukur, tha Pinoku I menduar. Pastaj shtoi nxitim thi. Po lam të mirë dhe rrugë të mbar atëherë. Lam të mirë. Pas sa orës do të niseni? Pas 2 orësh. Gjuna, si kur të niseshit pas 1 ore, ndoshta edhe mund të prisja. Po Zana, tani u bëra vonë gjithsesi, kështu që një lloj është. I gjori Pinok. Po sikur Zana të bërtas? Po, do të bëj durim dhe do ta lë të shfryet. Pasi të ketë bërtitur mirë, do të qetësohet. Ndërkaq, Nata kishte pllakosur gjithandej kur befas diku larg vun re një dritës që feksi. U dëgjua një tingull I largët trombe që dukej si fërshëllima e një mize. Ja tek është, thiri Fitili dhe brofi më këmbë. Kush është? Pyeti Pinoku me gjysmë zëri. Është karroca që po vjen të më marr. Pra, do të vish apo jo? Po, a është e vërtet? Pyeti përsëri Pinoku për të siguruar. Se në atë vend nuk je I detyruar të mësosh? Po të thash. Ç'vendi mrekullueshëm. Më në fund Karroja mbërriti dhe erdhi krejt pa u ndjer, sepse rrotat I kishte të veshura me lecka. E tërhiqnin 12 çifte gomarësh, të gjithë të një madhësie dhe ndryshonin vetëm nga ngjyra e qimes. Disa qenë të bardhë, të tjerë të përhimët, sa me shirita të verdhë dhe kaltërosh. Por gjëja më e veçantë ishte se 12 çiftet apo 24 gomerët, në vend të patkonjve që mbajnë kafshët e barës apo ato që të rreqin karroca, kishin mbathur çizme si të njerëzve. Po kush e ngjiste karrocën? Do të pyetni ju. Një burrec, më I gjerë se I gjatë, qullët e I dhjamosur, me fytyrën si domate dhe një gojë të vogël që qeshte vazhdimisht, zërin e kishte ledhatar si një mjaullim maçoku që I lëpihet zonjës së shtëpisë. Të gjithë djent filluan të shtynin shoqin, kush e kush të hipte më parë për të shkuar në atë vend aq I joshës që quhej vendi I lodrave. Karroca u mbush kapic me djem nga 8 deri 12 vjeçar, të rasur njëri pas tjetri si sardelet në kuti. Po u zgjej fryma dhe s'lëviznin dot as gishtin, por askush nuk qahej e ankoi. Kur mendoni se pas disa orësh do të mbërrinin në një vend ku s'kishte as shkolla, as libra e as mësues, gëzoheshin pa mas dhe harronin urinë, etjen, gjumin. Me të ndalur karroca, burreci ju drejtua Fitili dhe tër lajka e ledhe e pyeti buzagaz. Më thuaj mor djalë bukurosh, edhe ti kërkon të vish në atë vend të bekuar? Sigurisht që dua të vi. Vetëm se po të paralajmëroj dashur se në karrocë nuk ka vend, siç e sheh, këtu s'ke ku të hedhësh kokrën e mollës. S'ka gjë, ja ktheu Fitili. Edhe po spati vend brenda do të rregullojmë këtu te parmakët e karrocës. Dhe pa e bërë të gjatë u hodh në parmakun e karrocës. Po ti shpirt I vogël? Ju jargavit burreci I Pinokut. Ç'ke ndërmend të bësh? Do të vish me ne apo do të rish këtu? Unë do të ri këtu, ju përgjigj Pinoku. Dua të kthehem në shtëpi. Dua të mësoj dhe të bëhem krenaria e shkollës si gjithë djemtë e mbar. U dhe mbar të qoftë. Pinok, tha atëherë Fitili. Më dëgjo mua, eja se do t'ja kaloj mirë. Jo. Eja se nuk do të dal keq, bërtitën ja 4 zëra që brenda karrocës. Eja se do të zbavitemi për qef, thirrën një zëri nga 100 zëra nga brenda karrocës. Po sikur të vi me ju, çfarë do të thotë Zana e dashur? Tha kukulla, që po fillonte të lënkundej e t'i prishej mendja. Mos e lodh kokën me tërë këtë trishtime mallëngjim. Mendo se do të shkojmë në një vend ku mund ta kthejmë përmbys gjithçka nga mëngjesi në mbrëmje. Pinoku nuk ju përgjigj, por psherëtiu dhe më në fund tha: Më bëni një vend se do të vi edhe unë. Vendet janë të zëna, ja ktheu burreci, por që të tregojmë se mezi presim të vish me ne, po të liroj vendin tim përpara. Po ju, unë do ta bëj rrugën më këmbë. Jo, nuk e pranoj.
Më mirë po hipi në shpinën e ndonjërit nga këta gomerët, tha Pinoku e ju afrua gomarit të reshtit të parë dhe bëri t'i hipte, por kafsha hodhi viskla dhe e hodhi me këmbë përpjet. Merrini me mend si u gajasën së qeshurit djemt kur pana të sken, ndërsa burreci nuk qeshi. Ju afrua tër dashamirësi gomarit rebel, bëri sikur do të ledhatonte dhe i futi një të kafshuar në veshin e djathtë. Ndërkaq Pinoku, që u ngrit nga toka e gjindosur, u hodh drejt në shpinën e kafshës së gjorë. Dhe aq bukur kërceu sa djemt pushuan si qeshuri dhe nisën të bërtitnin në kor. Rroft Pinoku, rroft Pinoku! Dhe shpërthyen duar trokitjet pa fund. Kur krejt papritur gomari ngriti vrikthi këmbët e pasme, u shkundi tëri dhe flaku te kukullën e gjorë, që shkoi e rambi një grumbull çavori. Sërish plasën të qeshurat, por burreci u nevrikos aq shumë me atë kërish të asdisur, sa me një të kafshuar i këputi gjysmën e veshit tjetër. Pastaj i tha Pinokut: "Hipi sërish dhe mos ki frik, këriçi diçka i frynte në vesh, por mos ki dert." I thash një dy fjalë të ëmbra në vesh dhe shpresoj të bëhet i urtë e i dëgjuar si një qenj. Pinoku i hipi dhe karroca u nis për udhë. Por ndërsa këriçat esnin me revan dhe karroca rente mbi kurrët e kaldrëmit të rrugës kryesore, Pinokut ju duk se dëgjoi një zë të mbytur që me zit ta zinte veshi. Mor leshko i gjor, deshe të bësh pas mendjes tende, por do të pendohesh. Vështroi përreth i trembur për të marrë vesh se nga vinin ato fjalë, por nuk i zuri syri askënd. Këriçat esnin me revan, karroca fluturonte dhe djemtë aty brenda ja kishin marrë me gjumë. Fitili gëriste për 7 palqefe dhe burreci që ngjiste karrocën murmëriste në përdhëmb. Të gjithë flen, kurse unë nuk vë kur gjumë në sy. Pasi bën edhe 1 kilometër tjetër, Pinoku dëgjoi sërish atë zërin e mekur që i tha: "Vëre vath në vesh leshko." Djemt që heqin dorë nga mësimi dhe u kthejnë shpinën librave, shkollës e mësuesve dhe jepen vetëm pas lodrave dhe argëtimit, gjithnjë përfundojnë keq. Unë e kam provuar vetë dhe vë dorën në zjarr për këtë. Do të vi një ditë që edhe ti do të qash, siç vajtoj unë sot, por atëherë do të jetë shumë vonë. I hyri frika në pals nga këto përshpërima të mbytura. Zbriti nga kurrizi i këriçit dhe e zuri nga frerët. Merrini me mend si mbeti kur vuri re se këriçi po qante, dhe i qante tamam si fëmijë. "Ej, zoti burrec," i thiri të zotit të karros. "A i dini se ky këriçi po qan? Lëre të qaj, do t'i qesh kur t'i vinë mend. Mos vallë e keni mësuar të flas?" "Jo, ka mësuar vetë të belbëzoj ndonjë fjalë sepse për 3 vjet rresht ka qenë në shoqërinë e qenëve të stërvitur." Kafsha e gjorë. Eja, tha burreci, "të mos humbasim kohë me një këriç. Hipi shpejt dhe të nisemi. Nata është e freskët dhe rruga e gjatë." Pinoku ju bin pa bërë fjalë. Karroca zuri të rente sërish dhe në të zbardhur mbërrite në vendin e lodrave. Ky vend nuk ngjasonte me asnjë vend tjetër në botë. Popullsia e tij përbëhej vetëm nga fëmijë. Më të mëdhenjt ishin 14 vjeç, më të vegjëlit sapo kishin mbushur 8. Në rrugë kishte një ngazëllim me një potere të madhe, klithma e pritma që të luanin te pelekun. Grupe çamarokësh gjithandej. Kush luante me ara, kush me peta, kush me top e të tjerët koloviteshin në kuaj të drujt. Disa luanin ku kafshethi dhe të tjerë e ka kush e ka. Disa qenë veshur si klon dhe futnin në gojë pishtar të ndezur. Disa këndonin e disa bënin akrobacira. Dikumatan disa djem po zbaviteshin duke ecur me këmbët në ajër dhe duart përde. Disa të tjerë parakalonin me helmeta kartoni në kokë, plot të tjerë qeshnin, bërtitnin, thëritnin shokët, duart trokitnin, fishkëllenin, imitonin kakarisjet e pulës kur bën vezë. Shkurt një zallahi e një mishmash që të shurdhonte veshët. Në çdo shesh të zinte syri skena të rregulluara me pëlhur, të mbushur plot me fëmijë nga mëngjesi në mbrëmje dhe në muret e shtëpive lexoi të tilla gjëra të shkruara me qymyr. Rrofshin lodrat, në vend të rrofshin lodrat. Nuk dua më shkollë, në vend të nuk dua më shkollë. Poshtë aritmetika, në vend të poshtë aritmetika dhe pela të tjera si këto. Pinoku, Fitili dhe tërë djemt që kishin udhëtuar me burrecin, me të vënë këmbët në qytet u ngatëruan me turmën dhe siç mund ta merrni me mend, u bën menjëherë miq me të gjithë. E kush ishte më i lumtur e më i gëzuar se ata? Mes tërë asaj залlamahie dhe argëtimi, orët, ditët, javët kalonin pa u ndjer. Ja, kjo është jetë, i tha një ditë Pinoku Fitilit. E shej që kisha të drejtë, ja ktheu ky i fundit. Dhe të mendosh që ti nuk doje të vije, ti që ti posur në mendje të ktheshe në shtëpitë e zana jote të rije të mykeshe mbi libra. Dhe nëse shpëtove nga zgjedhja e shkollës dhe librave, duhet ma dish mua për nder. Vetëm miqtë e vërtet din të bëjnë të tilla ndere. Ke të drejtë Fitil, nëse sot ndihem kaq i gëzuar, është merita jote. Dhe a e di se ç'më thoshte ai mësuesi për ty? Më thoshte gjithnjë. Mos ri shumë me atë punboshin Fitil, sepse është shok i keq dhe do të fus në rrugë të shtrembër. I shkreti ai, ja ktheu tjetri dhe tundi kokën.
E di që më kishte me sy të keq dhe gjithë një kënaqje kur shpifte për mua, por unë e kam shpirtin e madh dhe do ta fal. Oh, sa djalë bujar, i tha Pinoku dhe përqafoi ngrohtësisht shokun. U bën 5 muaj që argëtime dhe zbavitjet nuk pushonin, pa preku libër me dorë dhe pa shkelur një herë në shkollë, por një mëngjes Pinoku me të zgjuar pati një të papritur të hidhur që e trishtoi pa mas. Pinoku t'i dalin veshët e këriqit, pastaj bëhet një këriq i vërtet dhe nis të pëllas. Po ç'ishte e vallë kjo e papritur? Ju a them unë, të dashur lexues të vegjël. E papritura ishte se Pinoku kur u zgjua, zuri të kruante kokën dhe teksa kruej, e gjeni do se çfarë vuri re? Për habin e tij të madhe, veshët ishin rritur më shumë se një pëllëmb. Ju e dini se kukulla e drunj, kur lindi kishte veshët të veskël fare, aq sa me sy të lirë me si talloheshin. Pra merreni me mend si mbeti kur vuri re si gjatë natës, veshët ishin zgjatur aq shumë sa i dukeshin si llapush. Shkoi menjëherë të kërkonte një pasqyrë që të shihej, por me që nuk e gjeti dot, mbushi një kovë me ujë dhe u pa në të. Dhe pa atë që Zoti kishte dashur kur ta shihte, pa kokën e tij me një palvesh të mrekullueshëm gomari. Merreni vetë me mend turpin dhe pikëllimin që ndjeu Pinoku i gjor. Zuri të qante me ulërima dhe të përplaste kokën pas murit, por sa më shumë dëshpëroi, aq më shumë i rriteshin veshët dhe i mbuloheshin me qime në maj. Kur dëgjoi ato lebetitje, në dhomë ja beu një kastor i vogël që banonte një kat më lart. Kur e pa Pinokun atë gjendje, e pyeti me të butë. "Ç'të ka ndodhur kështu, o komshi i dashur?" "Jam sëmur, o kastor, shumë sëmur. Nga një sëmundje që më kall datën, a di ta matësh pulsin?" "Disi." "Pa shiko një herë, mos ka methe?" Kastori ngriti putërën e djathtë dhe pasi i mati pulsin, i tha duke pshërëtir. "Miku im, më vjen keq, por më duhet të të jap një lajm të keq." "Pa më thuaj." "Të kanë zënë një palë ethe të forta." "E ç'janë këto ethe të forta?" "Ethet e gomarit." "Nuk i kam dëgjuar ndonjëherë këto lloj ethesh," ju përgjigj Pinoku që në të vërtetë e kishte kuptuar përse që fjala. "Po ta shpjegoj unë atëherë," tha kastori. "Mësoje pra se pas 2-3 orësh nuk do të jesh më as kukull e drunjë dhe as djalë." "Po çfarë do të jem?" "Pas 2-3 orësh do të bëhesh një këriç i vërtet, si ata që tërheqin karrocën dhe çojnë perimet në pazar." "Oh, i mjeri unë, i mjeri," klithi Pinoku dhe i mbërtheu veshët me duar e deshi t'i shkulte të rinat si të mos i kishte të vetët. "Mos bëj kështu tani," i tha kastori për ta ngushulluar. "Tashmë fati yt është shkruar dhe të gjithë e dinë se djemt përtat që sprekin libër me dorë dhe s'duan shkollën e mësuesit që i kalojnë ditët mes lodrave dhe argëtimeve, herët avosh ndërrohen në gomer të vegjël." "Vërtet kështu është?" pyeti mes dënesave kukulla. "Për fat të keq, po. Dhe tani kot që derdh lot, duhet ta kishe menduar që më parë." "Po nuk e kam unë fajin, më beso kastor, fajin e ka Fitili." "E kush na qen ka ky Fitili?" "Një shoku im i shkollës. Unë desha të kthesha në shtëpi, desha të bëhesha djali të gjuar dhe të mësoja të merja dije, por Fitili më tha, pse kërkon të mërzisësh veten me mësime, ç'të duhet shkolla, e ja më mirë me mua në vendin e lodrave. Atje nuk do të zëm libër me dorë dhe do të zbavitemi tërë ditën e ditës." "Po pse ndoqe këshillën e këtij djali të mbrapsht që të hiqet si shok? Sepse i dashur kastor, unë jam një kukull e pa mend dhe pa zemër. O, si kur të kisha pasur një fije dhe mshuri, nuk do ta kisha braktisur kur zanën e mirë që më donte si nën dhe që aq shumë ka bërë për mua. Dhe tani nuk do të isha kukull, por një djalë i mbar siç ka plot të tillë në këtë botë. Veç mos e takofsha të Fitilin se do t'ja ndreq sa marrin mirë." Ashtu gjithë nerva u mat të dilte, por te pragu kujtua se veshët i kishte si të gomarit dhe i erdhi turp ta shihnin ashtu. Dhe e dini ç'bëri? Mori një beret të madhe pambuku, e vuri në kokë dhe rasi deri në hund. Pastaj doli që të kërkonte Fitilin. S'la vend pa e kërkuar, në rrugë, në sheshe, kudo, por më kot. Pyeti edhe ata që ndeshi rrugës, por askush nuk e kishte parë. Atëherë shkoi ta kërkonte në shtëpi, bëriti me një frym dhe trokiti në derë. "Kush është?" pyeti Fitili që brenda. "Unë jam," ju përgjigj kukulla. "Prit pak se po ta hap." Pas një gjysmë ore dera u hap dhe merreni me mend si mbeti Pinoku kur teksa futej në dhomë, pa shokun e tij me një beret të madhe në kokë të rasur deri në hund, sikur ta kishin bërë me fjalë. "Mos vallë edhe këtë e kanë zënë ethet e gomarit? Mos vallë ka sëmundjen time?" mendoi me vete i befasuar. U hoj sikur nuk ishte vënë re asgjë dhe e pyeti buzagaz. "Si je, i dashur Fitil?" "Top fare." "Me tërmende ke? E pse të gënjej?" "Më fal ormik, po pse e mban atë kapelën në kokë?" "Më porositi mjeku sepse më dhëm pak gjuri." "Po ti, i dashur Pinok, pse e mban atë beret të rasur deri në hund?" "Më ka porositur mjeku sepse kam vrarë pa këmbën."
Oh, i gjori Pinok! Oh, i gjori fitil! Pas këtyre fjalëve, pasoi një heshtje i gjatë dhe shokët vështronin njëri tjetrin me qesëndi. Më në fund, Pinoku ju drejtua shokut me zë të mekur. Më shuaj pak kërshërin i dashur fitil. A ke vuajtur ndonjëherë nga sëmundjet e veshëve? Kur? Po ti? Kur? Po që sot njëri vesh po më dhe mbaj shumë sa me zi po duroj. Edhe unë të njëjtën dhimbje kam. Edhe ti, po cili vesh të dhem? Që të dy, po ty. Edhe muaj që të dy, mos kemi të njëjtën sëmundje? Kam frikë se po. A më bën një nder fitil? Me qitë zemër. A mi tregon pak veshët? Pse jo? Por njëherë më trego ti të tut, Pinok. Jo, ti i pari. Jo i dashur, ti i pari, pastaj unë. E po mirë, tha atëherë Kukulla, le të bëjmë një ujdi mes mish. Pa ta dëgjojmë një herë? Ta heqim që të dy kapelën një herësh. Pranon? Pranoj. Kujdes pra. Dhe Pinoku nisi të numëroj me zë të lartë. 1, 2, 3. Në numrin 3, djemtë i hoqën kapelat nga koka dhe i hodhën ajër. Atëherë ndodhi diçka që s'ju apret mendja. Pinoku dhe fitili, kur pan se u kishte rënë mbi kokë e njëjta fatkeqësi, në vend që të pikëlloheshin, zun t'i preknin shokut veshët dhe ja plasën gazit. Dhe qeshën sa u tund shtëpia, por në kulmin e gajasjes, fitili u tulat, u nxi i tëri në fytyrë dhe duke u kalamendur, i tha shokut: Ndijm, Pinok! Çfarë ke kështu? Oh, i gjori unë, nuk po qëndroj dot më këmbë. Asun, bërtiti Pinoku teksa e poi mes nga shërimit. Dhe ndërkohë që thoshin kështu, që të dy u përkulën përdhe dhe nisën të esin këmbadoras në përdhom. Ndërsa bridhin kështu, krahët ju kthyen në këmbë të parme dhe fytyrat ju zgjatën si kokëriçi, ndërsa trupi ju mbulua me qime të përhime. A e dini se cili ishte çasti më i vështirë, më poshtëruese më i sikletshëm për ata dy faqezinj? Kur ndjen tu dilte bishti, të zhytur në dhembje e turp, ata zundiqanin e të lepetiteshin për fatin e tyre të zi. Më mirë të mos e kishin bërë as këtë, sepse në vend të rënkimeve dhe pëshërëtimave, pëllisnin me të madhe si gomer. Në këto e sipër u dëgjua një trokitje në derë dhe një zë nga jashtë tha: Hapeni, jam Bureci, karocieri që ju solli në këtë vend. Hapeni shpejt, ndryshe mjerë ju. Pinoku u bë një këriç i vërtet dhe e nxjerrin për ta shitur. E blen drejtori një cirku që e mëson të kërceje të bëj akrobaci, por një natë theu këmbën dhe ai e shet përsëri. Kur pas e dera nuk po hapej, Bureci e hodhi në tokë me një shkelm të fortë dhe me atë të qeshurën shpotitse nën hund, i tha Pinokut dhe fitilit: Djem të mbar, pëllitet për 7 palqejfe dhe ju anjoa zërin me njëherë, prandaj edhe kam ardhur. Kur dëgjuan këto fjalë, dy këriçat u lën kokën dhe qëndruan me bisht ndërshal pa bërë zë. Në fillim Bureci i përkëdheli e i mori me të mirë, pastaj nxori kreri dhe i kashaisi mirë derisa i bëri pasqyrë. Më në fund i mori dhe i nxori në pazar me shpresë se do t'i shiste dhe do të nxirrte ndonjë para. Dhe blerësit nuk vonuan. Fitilin e bleu një fshatar, të cilit i kishte ngordhur gomari disa ditë më parë, ndërsa Pinokun e bleu drejtori një teatri klonësh dhe akrobatësh që e bleu për ta mësuar të kërcente e të bënte akrobaci si tërë kafshët e trupës. Tani, lexues të dashur, besoj e kuptua se çdo natë kishte Bureci. Ky përbindëshëm tarak që të lante e të lyente me fjalë, i binte qark botës me karrocën e tij dhe rrugës mblidhte fëmijët që se kishin me qejf shkollën dhe librat. U premtonte atyre se do t'i çonte në vendin e lodrave që të kalonin kohën me lodra dhe argëtime. Kur ata ditëzinj ndëroheshin në këriça, i merrte shende verë dhe i shiste në përpazare. Kësaj brenda pak kohësh kishte bërë një thes me para. Se çu bë me fitilin, nuk di t'ju a them, por mund t'ju them se Pinoku kaloi ditë shumë të vështira. Kur e çua në stall, zotëria e ri ja mbushi grashtin me kasht, por Pinoku e përshtyu plot neverisë sapo e futi në gojë. Atëherë zoti u inatos dhe ja mbushi grashtin me bar. Por as bari nuk i pëlqeu. Nuk të pëlqye ka as bari, ë? Bërtiti i gjindosur zotëria. Mos ki der to këriç bukurosh, do të t'i heq unë tekat një nga një. Dhe si fillim e fshikulloi fort me kamxhik në këmbë. Pinoku zuri t'i qante të pëlliste nga dhembja e i tha: Ej, kashtë nuk mund ta ha dot. Atëherë ha barin. Ja ktheu i zoti që e kuptonte fare mirë gjuhën e gomarve. Ej, bari më jep dhembje në stomak. Mos vall të gënjer mendja se një gomar si puna jote duhet haj pula të pjekura? Shtoi zotria i nxehur edhe më keq dhe e fshikulloi më fort. Kur e pasi që e kot, Pinoku e qepi gojën dhe nuk u ndje më. Ndërkaq stalla u mbyll dhe Pinoku mbeti fillikat. Me që kishte shumë kohë që s'kishte futur gjë në gojë dhe me që në grash s'kishte gjë tjetër,
nisi të hante pak bar. Pasi e përtypi mirë, mbylli sytë dhe e ka përdiu. Ky nuk qenë ka dhe aq i keq, tha pastaj me vete. Por do të kishte qenë më mirë sikur të kisha ndjekur shkollën. Në këtë orë, në vend të barit mund të haja një copë bukë të freskët dhe një fetë sallam. Ç'të bësh? Kur u zgjua të nesërme në mëngjes, kërkoi të hante ca bar në grasht, por nuk gjeti asnjë fije, sepse e kishte ngrënë të gjithë natën. Atëherë mori një dorë kashë të ngrirë, por ndërsa e përtypte, vuri re se ajo nuk i ngjante as orizi të gatuar sipas metodës milaneze dhe as makaronave napolitane. Durim, tha sërish me vete dhe vazhdoi të përtypej. Të paktën kjo fatkeqësi u shërbej si mësim gjithë djemve të prap, që nuk duan të mësojnë. Durim. Mjaft hëngre, bërtiti i Zoti që sapo hyri në stall. Mos pandeti këriç lozonjar se të kam bler vetëm që të ngjishesh mirë me kashtë e bar? Jo, të kam bler për punë dhe unë të fitoj shumë para, kështu që bëu gati. Do të vish me mua në cirk dhe do të mësoj të kërcesh valse dhe polka, të bësh akrobaci e të rish mbi 2 këmbët e pasme. Pinoku i gjor, me hira me pahir, u detyrua të mësonte tëra ato gjëra të bukura, por që ti mësonte, ju deshën plot 3 muaj dhe shumë kamxhik në kuriz. Më në fund erdhi dita kur i Zoti lajmëroi për një shfaqje vërtet të jashtëzakonshme. Kështu thoshin afishet e shumta shumëgjyshe që u varën në çdo rrugë e rrugit. Siç mund të merret me mend, atë mbrëmje teatri që mbushur plot e përplot 1 orë para se të fillonte shfaqja. Nuk gjeje një vend të lirë, edhe sikur ta paguaje me flori. Shkallët e cirkut gëlonin nga fëmijët e të gjitha moshave, që mezi po prisnin të shihnin se si vallëzonte këriçi lozonjar Pinok. Pasi mbaroi pjesa e parë e shfaqjes, drejtori i cirkut, i veshur me një qurk të zi, çorapet e gjata të bardha dhe çizme lëkure deri në gjuhë, doli para shikuesve, u përkul deri për dhe ju drejtua. Shikues të nderuar, zonja dhe zotrinj, kam kënaqësinë dhe nderin t'i paraqes këtij qyteti të mrekullueshëm, këriçin me nam që ka kërcyer para mbretërve dhe perandorëve më të shquar të Evropës. Duke ju falenderuar për pjesëmarrjen, ju uroj shikim të këndshëm dhe zbavitje. Këto fjalë u pritën me duatrokitje të nxehta dhe u bë një studi e vërtetë ku në skenë u shfaq këriçi Pinok. E kishin zbukuruar si për fest, me frerë të rinj lëkureve zylluese, me tokëza e karfica prej tunxhi, jelet ja kishin krehur me kujdes dhe e kishin zbukuruar me fjongo shumëgjyshe. Shkurt ishte bërë një këriç që të lije mendët. Drejtori në paraqitjen para publikut shtoi këto fjalë. Të nderuar shikues, nuk dua t'ju bezis shumë duke ju rrëfyer sa shumë kam hequr për të servitur këtë kafsh që ishte mësuar të kulloste lëndinave dhe përrejnve. Shikoni ju lutem çe gërsi rrezatojnë sytë e tij. Që ti mësoja kërcimi dhe akrobacit, më është dashur të mësoja gjuhën e tij dhe të përdorja si s'ka më mirë kamzhikun. Por sa do mirë që u solla, nuk ja fitova dot zemrën. Megjithatë kam bërë të pamundurën. Shikojeni dhe gjykojeni vetë punën time. Përpara se të ndahem prej jush, dua t'ju ftoj në shfaqjen e ditës së nesërme. Dhe nëse moti nuk do të mbaj, shfaqja do të shtyhet përpas nesër në orën 11. Drejtori i cirkut bëri edhe një përkulje tjetër në shenjë nderimi dhe ju drejtua Pinokut. Forca Pinok, para se të fillosh shfaqjen tënde, përshëndete këtë publik të respektuar, zonjat, zotrinjt dhe fëmijët. Pinoku ju bindu urdhrit dhe u përkul menjëherë deri në tokë e qëndroi ashtu derisa drejtori fshikulloi kamxhiku në ajër dhe i bërtiti. Me hap! Atëherë këriçi u drejtua dhe nisi të este me hap rreth cirkut. Me trokth! Thiri pas pak drejtori dhe Pinoku në çast e ndëroi hapin në trokth. Me revan! U dha zëri drejtorit dhe Pinoku u nis me revan. Me sa të hanë këmbët, dhe Pinoku ja dha vrapit në përsken me sa fuqi kishte. Por teksa vraponte si i marr, drejtori ngriti kraun në ajër dhe qëlloi me revole. Kur dëgjoi të shtënën, këriçi ra për dhe në mes të skenës, a thua se po jepte shpirt vërtet. Kur u ngrit nga toka me zuartrokitjeve të zjarta dhe britmave që ngriheshin në qiell, i erdhi natyrshëm që të ngrinte kokën lart. Për habin e tij, në mes njerëzve i zuri syri një zonjë bukuroshe që kishte në qaf një gjerdan të artë me një medalion, ku që gdhendur figura e një kukulle të drujt. Ai është portreti im dhe ajo zonja është Zana, tha me vete Pinoku që e njohu menjëherë. I ngazëllyer sa thuhet, provoi të thëriste. O Zana ime, o Zana ime! Por në vend të këtyre fjalëve, nga fyti i doli një pëllitje kaq e fortë dhe e zgjatur, sa i bëri të qeshin tërë shikuesit dhe sidomos fëmijët që ndodheshin në teatr. Atëherë drejtori, për t'i mësuar se nuk ishte e sjellshme të pëlliste në mes të njerëzve, e fshikulloi fort me kamxhik, këriçi i gjor nxori gjuhën dhe nisi të lëpinte hundën e lënduar, por aq shumë u dëshpërua kur pa se Zana që është dukur dhe s'ndodhej më aty. Ju mblodh një lëmsh në gryk dhe nisi të qante me ngashërim.
por asnjëri nuk e vuri re. Aq më pak drejtori që fshikulloi kamxhiku në ajër dhe bërtiti. Forca Pinok, tregoju këtyre zotërinjve sa bukur i bën akrobacit. Pinoku e provoi 2 a 3 herë, por nuk po ja dilte dot mban. Më në fund e bëri një akrobaci, por ju morën këmbët dhe u rrëzua. Kur u ngrit më këmbë, çalonte dhe mezi u kthye në stall. Duam akrobaci, duam akrobaci! Zun të bërtitnin fëmijët, por më kot pritën. Të nesërme në mëngjes veterineri, ose mjeku i kafshëve, pasi e vizitoi, tha se kishte mbetur i qal për tër jetën. Atëherë drejtori i tha kujdestarit të stallës. E ç'të bëj unë me një gomar të qal? Sa do të na hante ushqimin kot? Nxirre në pazar dhe shite. Sa po mbërrite në pazar, një blerës e pyeti kujdestarin e stallës. Sa kërkon për këtë këriçin çalaman? 20 lira. Unë po të jap 20 solde. Mos kujto se e blej për punë, por e blej thjesht për lëkurën. E shoh se ka lëkurën shumë të fortë dhe dua ta bëj daulle për bandën muzikore të qytetit tim. Merreni vetë me mend fëmijë sa mirë duhet i ndjer Pinoku kur mori vesh se do ta bëni lëkurë daulleje. Blerësi, me të paguar 20 soldet, e çoi këriçin në një shkëmb buzdetit dhe i lidhi një gur në qafë, në hund i lidhi një shkop të gjatë dhe e shtyu drejt në ujë. Pinoku, me tërë atë peshë në zverk, shkoi drejt në fund. Blerësi, duke mbajtur në dorë shkopin e gjatë, ul mbi shkëmb dhe priti që këriçi të mbytej e më pas t'i merrte lëkurën. Pinoku ne han peshqit dhe ai bëhet kukull si më parë, por ndërsa noton për të shpëtuar, e gëlltit peshkaqeni i tmerrshëm. Pas 50 minutash që këriçi ishte në ujë, Blerësi tha me vete. Tani me siguri kriçi im i Gjorgj Çalaman duhet jetë mbytur. Ta nxjerr tani dhe ta bëj daulle lëkurën e tij. Pa humbur kohë, nisi të ngrinte shkopin e gjatë lart që ja kishte lidhur në këmbë. Tërhiqe të riq dhe më në fund pa të dalë mbi ujë. E gjeni dot kush? Në vend të këriçit të mbytur, pa të nxirrte kokën një kukull e gjallë druri që përpolitej si ngjall. Kur e pa të kukull druri, burri i gjor pandeu se ishte në ëndër dhe u shtangi tëri gojë hapur dhe me sy të zgurtulluar. Kur e mori veten nga habia, tha duke belbëzuar. Po, këriçi që hodha në det ku është? Ai këriçi jam unë, ju përgjigj kukulla me të qeshur. Ti? Po, unë. Ah, more birbo, mos kërkon të tallesh me mua. Të talle me ju? As pak i dashur zotri, me tërmende kam. Po si ka mundësi, ti deri pak më parë ishe këriç, ndenje pak në ujë e na u bëre kukull druri? Duhet të jetë veti e ujit të detit, deti bën të tilla shaka ndonjëherë. Hap syt o kukull druri, mos pande se mund të tallesh me mua, mirë ti po më hipën xhindet. E po mirim zot, a dëshironi ta dëgjoni tërë historinë nga fillimi në fund? Mas jidhni këmbën dhe do t'ju arrëfej. Blerësi që ishte bërë shumë kureshtar për të marrë vesh historinë e vërtet, ja zgjidhi në çast këmbën nga shkopi ku e kishte lidhur. Pinoku i lirë si një zog shtektar nisi të rëfente. Unë kam qenë kukull druri si që jam sot, por nuk me eci fati që të bëhesha djalë si shumë të tjerë në këtë botë. Kjo sepse nuk i kisha më qejf mësime dhe rash në shoqëri të keqe u largova nga shtëpia. Një ditë të bukur e pash veten të zhndëruar në gomar vesh-gjate me një goxha bisht. Sa turp i madh që për mua. Një turp aq i madh im zot, sa shëna Antoni i bekuar mos ju asjell për risk kurr. Më nxorën në shitje si gomar dhe më bleu drejtori i cirkut, të cilit i shkrepi në kokë të më bënte balerin. Një mbrëmje, gjatë shfaqjes, desha të bëja një akrobaci, por as keq dhe theva këmbën, kështu që mbeta i qal. Atëherë drejtori, duke mos ditur ç'të bënte me një gomar çalaman, më nxori sërish në shitje dhe më blet ju, për fatin tim të keq, dhe pagova 20 solde për ty. Po tani, kush do të më kthej mua parat? Po përse më blet vall? Më blet që të ma bëni lëkurën daulle? Po ta përsëris, daulle? Për fat të keq, po tani, ku do ta gjej një lëkurë tjetër? Mos u dëshpëroni im zot, ka plot këriça në këtë botë. Më thuaj mor çamarok, me kaq mbaron historia jote? Jo, u përgjigj kukulla. Ka edhe një dy fjalë dhe merr fund. Pasi më blet, më sollët në këtë vend për të më therrur, por pastaj ju erdhi keq dhe zgjodha të më lidhnit një gur në qafe të më hidhnit në fund të detit. Kjo dëmshuri e shpirtit ju nderon pa mas dhe unë do t'ju jem mirënjohës për jetë. Veç kësaj im zot, nuk keni llogaritur edhe Zana në këtë mes. E kush është kjo Zana? Është ime më, që ngjason shumë e gjithë mamat e mira të kësaj bote, që aq shumë i duan fëmijët e tyre dhe i shohin si dritën e syrit. U qëndrojnë pranë në çdo fatkeqësi, edhe kur këta e kanë hak ti braktisësh e ti lësh në mëshirë të fatit për shkak të paudhësive që bëjnë. Pra, po thosha se Zana zemër mirë, sa po e pa që po mbytesha,
dërgoi rreth meje një tufë peshqish, të cilët më kujtuan një krish të ngordhur dhe moturën për të më përpirë. Vesh të shihni çllokma që kaputnin. Ca mu sulën në fytyrë, ca të tjerë më kafshuan shpinën, por mes tyre ishte një peshk aq i sjellshëm që mori mundimin e më kaputi bishtin. Që sot e tutje, tha Blersi lemerisur. Betohem se nuk do të fus më peshk në gojë. Më vjen dot kur mendoj se mund të gjej në barkun e një barbuni apo qefulli një bisht komari. Unë nuk mendoj kështu, ja ktheu Pinoku me të qeshur dhe vazhdoi të tregonte më poshtë. Peshqit, pasi mbaruan se ngrënin tërmishin, ju turën kockës, ose më saktë drurit, sepse siç e shihni, janë bërë nga një dru i fortun. Pasi më kafshuan disa herë, ata peshq zullumqar e kuptuan se me druri nuk haheshin dot dhe ikën nga syt këmbët pa më thënë as faleminderit. Dhe ju, kur ngritët shkopin lart, më nxorët mua në vend të gomarit të ngordhur. Kjo historia jote nuk më zbavit as pak, bërtiti Blersi i gjindosur. Di që kam shpenzuar 20 solde për të blerë dhe i dua paratë e mia. E di ç'do të bëj? Do të çoj sërish në treg dhe do të shes si shkar për të ndezur zjarrin në vatër. Më shit, punë e madhe, unë i kënaqur jam, ja ktheu Pinoku. Tha kështu dhe hop kërceu në ujë. Notoi tër nga zëllim dhe teksa i largohej nga bregu, i bërtiti Blersi të shkret. Lam të mirim, zot, nëse ju duhet lëkur për dahulle, këtu më keni. Dhe qeshte notonte. Pas pak u kthye dhe bërtiti sërish me të madhe. Lam të mirim, zot, nëse keni nevojë për shkarpa që të ndizni zjarrin, këtu më keni. Sa çele mbyll syt që larguar aq shumë, sa thuaj se nuk dukej më. Dukej vetëm si një pikë e zezë në mes të detit që hera herës llapashiste këmbët në ujë e hidhej kapërdimthi si një delfin i gëzuar. Teksa notonte si shigjet, Pinoku t'i zuri syri në mes të detit një shkëmb që dukej si mermeri i bardhë dhe në majtë të shkëmbit një dhitë të bukur që vëriste dhe i bënte shenjë të afrohej. Ajo që e habiti më shumë ishte se dhia nuk e kishte leshin të bardhë, të zi apo me lara si gjithë të tjerat, por të kaltër, një ngjyrë kaltër e feksur që të kujtonte flokët e vogëlushes së bukur. Merrini vetë me mend si zuri të regëtinte zemra e Pinokut të gjorë. Fuqit sikur ju shëmfishuan dhe nisi të notonte me vrull drejt shkëmbit të bardhë. Ishte në gjysmë të rrugës kur përpara i doli koka e frikshme një përbindës qideti me gojën shqyer si shpellë dhe 3 radhë çatallësh që të kallnin datën edhe po t'i shikoje të vizatuar. Dhe a e dini se cili ishte ky përbindës deti? Ishte ai peshkaqeni gjigant që e kemi përmendur disa herë në këtë histori, dhe që përbëmat e mizorit e tij kishin vënë nofkën Atila i peshqve dhe i peshkatarve. Sa u friksua Pinoku i gjor kur pa atë përbindësh, u përpoq t'i bënte bish dhe t'ja mbathte, por ajo goje stërmadhe po vinte drejt tij si shigjet. Nxito Pinok, prat zot, i bërtiste duke vëritur dhia e bukur. Pinoku notonte i dëshpëruar me krah, gjoks dhe këmbë. Vrapo Pinok, sepse bisha po të afrohet. Dhe Pinoku, duke mbledhur tër forcat, notoi edhe më shpejt. Kujdes Pinok, përbind që po të arrin. Ja tek është, nxito për hir të Perëndis, ndryshe je i humbur. Dhe Pinoku u bë erë, ndodhej fare pranë shkëmbit dhe dhia i zgjati këmbën që ta ndihmonte të dilte nga ujë, por ishte tepër vonë, sepse bisha e kishte arritur. Ai e përpiu kukullën e gjorë si të pinte një vezë pule. Dhe me aq makutëri e gëlltiti, sa Pinoku përfundoi drejt në bark e humbi ndjenjat për një çerek ore. Kur erdhi në vete nga tëra ajo tronditje, nuk pe kuptonte dot se ku ndodhej. Kaq errësir ishte sa i dukej sikur që e futur me kokë në një kallamar plot me boj shkrimi. Mbajti vesh, por asnjë zhurmë nuk dëgjohej. Her pas here ndjente t'i vinin shkulma të forta ere. Fillimisht nuk e kuptoi nga vinte, pastaj e kuptoi se ishte ajër që shfryhej nga moshkrit e bishës, sepse duhet keni parasysh se peshkaqeni vuante nga astma dhe kur merrte frym, dukej sikur frynte ndonjë stuhi. Pinoku fillimisht sikur i dha zemër vetes, po kur e kuptoi se ndodhej brenda në barkun e përbindshit, zuri të qante e të kërthiste me të madhe. Ndihmë, i gjori unë, a mund të më shpëtojnë do kush? E kush mund të ndihmoj, mori mjerë? Tha një zë i qerë si kitare çakërduar. Kush po flet kështu? Pyeti Pinoku dhe ngriu i tëri nga frika. Jam unë, peshku i gjorë ton që më ka gëlltitur peshkaqeni. Po ti, çfarë peshku je? U s'kam të bëj as pak me peshqit, unë jam kukull prej druri. Po kur nuk qenge peshk, përse të gëlltiti peshkaqeni? Ai më përpiu sy mbyllur. Po tani shtu e të bëjmë këtu në errësirë? Të bëjmë durime të presim që peshkaqeni të na tres të dyve. Po nuk dua të më tres në stomak, bërtiti Pinoku dhe nisi të qante sërish. Asu nuk dua, shtoi Toni. Madje duhet ta dish se për peshkun ton është më dinjitoze të vdes në ujë se sa të bëhet konserv në vaj. Dokra,
bërtiti Pinoku. Ky është mendimi im, ja priti Toni, dhe mendimet duhen respektuar, kështu thon politikanët tanë. Me pak fjalë, unë dua të iki që këtu, dua të ratisem. Ratisu po munde. Është shumë i madh ky peshkaqeni që na gëlltiti? Pyeti Pinoku. Mere me mend që ka trupin më shumë se 1 kilometër të gjatë pa llogaritur bishtin. Teksa ku vendonin errësirë, Pinokut ju duk se diku thellë pa një si dritë që feksti. Shtë jetë valla jo dritës e largët atje tej? Tha Pinoku. Do të jetë ndonjë fazi si ne që nga çasti në çast pret të tretet. Dua të shkoj ta takoj. Nuk ka të ngjarë të jetë ndonjë peshk i vjetër që të më mësoj si ta ratisem? Ta uroj me gjithë zemër e dashur kukull prej druri. Lam të mirë ton, lam të mirë dhe të ndih të fati. Po ku do të shkosh? As vetë se di. Më mirë të mos flasim për këtë. Pinoku gjen në barkun e peshkaqenit. Këtë thoni ju? Lexoni këtë kapitull dhe do ta merrni vesh. Pinoku, me t'i dhënë lam të mirën mikut të tij, peshkut ton, eci këmbadoras në terr në drejtim të dritëzës që fekste larg. Duke ecur ndjeu se këmbët ju lagën në një pellg me ujë të lyrshëm e të fëlliqur që ku ndërmonte era peshk i skuqur. Sa më shumë bënte përpara, aq më fort bëi drita dhe ec, më në fund bërriti. Dhe çfarë gjeti thoni ju? Po ju lodh pak ta gjeni. Gjeti një tryez të vogël të shtruar me një qiri të ndezur dhe në tryez që e ulur një plakush bor i bardh që po përtypte ca peshq të vegjël që aq shumë përpoliteshin sa shpesh herë i iknin nga goja. Kur pa atë pamje, Pinoku i gjor nga zëlleu kaq shumë sa desh luajti nga fiqiri. Donte të qeshte, donte të qante, donte të bënte një mal me gjëra, por në fakt vetëm hungërinte turbull dhe belbëzonte fjalë pa kuptim. Më në fund i shpëtoi një klithmë dhe ju hodh në qafë plakushit e zuri të thëriste. Oh, babushi im, më në fund të gjeta, që sot e tutje nuk ndahem më nga ti. Pra, nuk po më gënjejnë syt? Ja ktheu plaku dhe fërkoi syt fort. Ti je Pinoku im i dashur? Po, unë jam i tëri dhe i bëri. Besoj më ke falur tashmë, apo jo? O, babush, sa i mirë që je, se të mendosh që unë... O, sikur ta dije sa fatkeqësi më kanë rënë mbi kokë. Ditën që ti, babush i dashur, shkove shite xhaketën që të më blija betaren, unë shkova të shija kukullat dhe kryetari tyre donte të më hidhte në zjarr për të pjekur dashin. Pastaj më falje më dha 5 monedha ari që të t'i silli aty, por unë takova rrugës dhelprën dhe maçokun që më çua në bujtinën nga forja e kuqe ku hëngrën si të babzitur. Pastaj u nisa filli kat natën dhe ndesha në 2 kriminal që mu qepën pas dhe pasi më kapën më varën në degën e lisit të madh. Preandej më mori vogëlushja flokë kaltër me karrocë dhe mjekët që më vizituan thanë, nëse s'ka vdekur, kjo është shenjë që qen ka ende gjallë. Atëherë mua më shpëtoi një gënjeshtër e nisi të më rritej unda dhe nuk dilja dot nga dhoma. Pastaj u bashkova me dhelprën dhe maçokun që më mashtruan duke më thënë se po t'i mbillja monedat e arit në tokë, ato do të shtoheshin, nga 2 do të bëheshin 2000. Kur shkova te vendi ku kisha groposur 2 monedha që më kishin mbetur, në vend të 2000 monedhave nuk gjeta asnjërin dhe papagalli zuri të qeshte me mua. Gjykatësi kur mori vesh që më kishin vjedhur, më futi drejt në burg. Kur dola prej andej, desha të këputja një veshak rrush, por fshatari më kapi, më vuri litarin në qafë e më la të ruaja pulat. Kur mori vesh isha i pafajshëm, më lëshoi dhe gjarpri, me bishtin që i nxirrte typ, nisi të qeshte derisa ngordhi nga të gajasuri dhe kështu u ktheva në shtëpinë e vogëlushes flok kaltër që kishte vdekur. Kur më pa Pullumbi duke qartë, tha: "Pash baban tënd që po bënte një varg që të kërkonte ty." Dhe unë i thash: "Oh, sikur të kisha kraj të fluturoja." I thash unë: "Dëshiron ta shohësh baban?" Më pyeti ai. "He, sa mirë do të ishte," i thash unë. "Po kush do të më çoj?" "Të çoj unë," më tha ai. Ndërsa unë i thash: "Po si?" "Hip në kurizin tim," më tha ai dhe fluturuam tër natën. Në mëngjes peshkatarët vështruan nga deti e më thanë: "Është një plakush i gjon me bark që po mbytet." Unë të njoha menjëherë që së largu sepse ma ndjente zemra dhe ta bëra me shenjë të ktheshe në breg. "Edhe unë të njoha," tha Xhepetoja, "dhe do të kthesha me gjithë qejf në breg, po si t'ja bëja?" Deti ishte me dalgë dhe një dalgë e madhe ma përmbysi barkën. Atëherë një peshkaqen i frikshëm që ishte aty pranë sapo më pa në ujë, u sul menjëherë drejt meje dhe më kollofiti si salsiqe. "Po sa kohë ke mbyllur këtu brenda?" e pyeti Pinoku. "U bën 2 vjet që nga ajo ditë. 2 vjet, Pinoku im, që më janë dukur 2 shekuj." "Po si ja bëri që mbete gjallë? Dhe ku i gjete kandilin? Po shkrepset për ta ndezur?" "Tani do të rrëfej fije për pe." Ajo stuhi që më përmbysi barkën, mbyti edhe një anije tregtare. Marinarët shpëtuan të gjithë, por anija u fundos dhe peshkaqeni, që atë ditë kishte një uri prej ujku,
Pasi më gëlltiti mua, gëlltiti edhe anijen. Si kështu, me një kafshat të vetme? Pyeti Pinoku krejt i habitur. Me një kafshat, dhe nxori nga goja vetëm direkun kryesor sepse i kishte mbetur si kuj mes dhëmbëve. Për fatin tim të madh, ajo anije ishte plot me mish të konservuar, biskota, kafe, buk, të tharë, shishe vere, rush të thatë, djath kaçkavall, sheqer, qirinj dhe kuti shkrepsesh. Me një fjalë tërë të mirat e Perëndis. Dhe kështu jetova 2 vjet, por sot jam në rezervat e fundit. Nuk kam asgjë në dollap dhe ky qiri ndezur është i fundit që më ka mbetur. Po pastaj mor bir, do të mbetemi që të dy në terr. Atëherë babush, tha Pinoku, s'pas kemi kohë për të humbur, duhet të mendojmë si të ikim që këtej 1 orë më parë. Të ikim, po si? Të dalim nga goja e peshkaqeni dhe të hidhemi me not në det. Mirë të ka shkuar në mendje Pinoku i dashur, por unë nuk di të notoj. E çë rëndësi ka? Do të hipësh në shpinën time dhe unë, si notari zoti që jam, do të çoj shëndosh e mirë deri në breg. Të gënjen mendja mor bir, ja ktheu Xhepetoja dhe buzë qeshi i pikëlluar. E si mund të më mbash ti në shpinë, që nuk i as 1 metër i gjatë e të më nxjerrësh me not në breg? Do ta provojmë dhe do ta shohësh me sytë e tu. Sidoqoftë, nëse është e thënë që të vdesim, të paktën do të vdesim të përqafuar me njëri tjetrin. Pa e zgjatur më tej, Pinoku mori qiririn në dorë dhe teksa ecte përpara, i tha tatit: "Ecni pas meje dhe mos kini frikë." Dhe ecën kështu një cop herë nëpër trupin dhe stomakun e peshkaqenit. Kur mbërritën te gryka e përbindshit, u ndalën që të gjenin çastin e dur për t'ia mbathur. Duhet të keni parasysh se peshkaqeni, me që ishte shumë plak dhe vuante nga astma dhe rajet e shpeshta të zemrës, ishte i detyruar të flinte me gojën hapur. Kësisoj Pinoku, kur ju afrua grykës, arriti të shite jashtë një cop qiell me yje dhe dritën e bukur të hënës. "Ky është çasti më i përshtatshëm për t'ia mbathur," i përshpëriti tatit. "Peshkaqeni po flet si i vdekur, deti është i qetë dhe shihet aq qartë si të ishte ditë. Eja pra babush, dhe pas pak do të jemi shëndosh e mirë në det të hapur." Me të thënë e me të bërë, unë gjitën në grykën e përbindshit të detit dhe arritën atë gojën e stërmadhe. Ecën në majtë të gishtrinjve mbi gjuhën e madhe që dukej si rrugicë kopshti dhe po bëshin gati të kërcenin jashtë, por në atë çast peshkaqeni të shtiu aq fort sa Pinoku e Xhepetoja përfunduan sërish atje ku ishin, thellë në stomakun e përbindshit. Nga përplasja e fortë, qiri u shua dhe atë e bir mbetën të zhytur në errësirë. "Po tani?" pyeti Pinoku i shqetësuar. "Tani morën fund birim." "Pse thua kështu? Pa ma jep dorën dhe hap syt mos pengohesh." "Ku po më çon? Duhet ja nisim nga e para. Eja me mua dhe mos ki frikë." Pinoku e zuri tatin për dore e duke ecur gjithnjë në majtë të gishtave, unë gjitën së bashku në grykën e përbindshit, pastaj kalua në përgjuhë dhe ka përcyen 3 rrjeshtat e dhëmbëve. Para se të hidheshin jashtë, Pinoku i tha tatit: "Hip mbi shpinën time dhe mbao fort, për të tjerat mendoj unë." Sapo Xhepetoja zuri vend në shpinën e të birit, Pinoku i sigurt në vetvete u hodh në ujë dhe nisi të notonte. Deti ishte i qetë, hëna shkëlqente, për bukuri dhe peshkaqeni po flinte për 7 palqefe dhe s'kishte burr ta zgjonte. Më në fund, Pinoku nuk është më një kukull druri, por një djalosh i vërtet. Dërsa notonte për të arritur në breg, vuri re se jati po dridhe i tëri si purtek. Dridhi nga frika apo nga të ftotët? Kush e di, ndoshta pa nga të dyja, por Pinoku, që pa ndeu se dridhi nga frika, i dha zemër. "Mbahu babush, edhe pak dhe do të dalim shëndosh e mirë në breg." "Po ku është ky breg i bekuar?" tha plaku i merakosur me sy të picëruar si roba qepsi ku shkon peri në gjilpër. "Së zë syri vesh se qiell e det nga të gjitha anët." "Po unë e shoh edhe bregun," tha Pinoku. "Dhe që ta dish, unë jam si macet, shoh më mirë natën se sa ditën." Pinoku i gjor hiqej sikur gjithçka ishte fare thjesht, por në të vërtet po fillonte të ligështohej edhe ai. Fuqit po e linin dhe po i merrej fryma nga lodhja. Megjithatë vazhdoi të notonte, por bregu ishte shumë larg. Notoi sa pati fuqi, pastaj ktheu kokën nga Xhepetoja dhe tha duke ju marrë goja: "Babush, më ndihmo, sepse po vdes." Atë e bir tashmë gati po mbyteshin, kur dëgjuan një zë të qier që tha: "Kush po mbytet këtu?" "Jam unë me Timat, që po japim shpirt." "Sikur e njoh këtë zë, mos je Pinoku?" "Ai tëri jam, po ti?" "Unë jam Toni, shoku yt i robërisë në trupin e peshkaqenit." "Po si arrite të shpëtoje?" "Ndoqa shembullin tënd, ti më mësove rrugën dhe pas teje u aratisa edhe unë." "Toni dashur, ti më gjendesh gjithnjë pranë në çaste të vështira. Na ndihmo për hir të Zotit, ndryshe morëm fund." "Me gjithë zemër, kapuni që të dy pas bishtit tim dhe më lini t'ju tërheq."
Për 4 minuta do t'ju nxjerr në breg. Siç mund ta merrni me mend, Gjepetoja dhe Pinoku nuk i bën as e ftesës, por në vend që të kapeshin pas bishtit, e pan të udhës të hipnin në shpinën e peshkut. Mos rëndoj më shumë? E pyeti Pinoku. As pak, më duket sikur kam 2 guaska mbi kuriz, u përgjigj peshku që ishte i bëshëm nga trupi dhe ngjante si viç motak. Kur mbërrite në breg, Pinoku kërceu i pari në tokë dhe tha i mallëngjyer. Më shpëtove jetën, miku im, mua dhe Tineti. Nuk gjej fjalë si të falenderoj. Më lër të puth në shenjë mirënjohjeje të përjetshme. Toni nxori turirin nga ujë dhe Pinoku i dha një goxha të puthur. Toni, që s'qe mësuar me tërë këtë dashuri e mirënjohje, nuk i mbajti dot lotët dhe futi kokën në ujë turpëruar e u shtuk. Kishte zbardhur dita. Pinoku i zgjati krahun të atit që sa mezi mbahej më këmbë dhe i tha: "Mbështetu në krahun tim, i dashur babush. Do të ecim ngadalë si miringona dhe kur të lodhemi, do të pushojmë gjatë rrugës." "Po ku duhet të shkojmë?" e pyeti Gjepetoja. "Të kërkojmë ndonjë shtëpi a kasolle që të na japin diçka për të ngrënë dhe një dorë kasht ku të shtrihemi e të pushojmë." S'kishin bërë as 100 hapa kur pa në buzë të rrugës 2 fytyra të këqija që po kërkonin lëmosh. Ishte Velpra dhe Maçoku që nuk njiheshin më, aq keq ishin katandisur. Maçoku, duke u hequr si i verbër tërë kohën, më në fund që verbuar vërtet, ndërsa Velpra ishte plakur e rëgjuar aq keq sa as bishti nuk e kishte më. Kështu shkojnë këto gjëra. Ajo Dinake Mjerane, e zhytur në mjerimin më të thellë, u detyrua një ditë të bukur t'ia shiste bishtin një tregtar i shëtitës që e bleu për ta bërë vrasës e mizash. "O Pinok," thiri Velpra me një zë të përqar, "jepu lëmosh këtyre 2 fatkeqve." "Fatkeqve," përsëriti Maçoku. "Mjaft me këso pallavrash," u ktheu Kukulla. "Më gënjyet një herë, por tani nuk bie më në graskën tuaj." "Na beso Pinok, këtë radhë jemi katandisur vërtet në pikë të hallit." "Vërtet," përsëriti Maçoku. "Nëse keni mbetur trok, e keni hak. Mos e harroni proverbin që thot, me paratë e vjedhura nuk bën hajër kurr." "Ki mëshirë për ne." "Për ne? As që dua t'ja dim ashtrues të fëlliqur." "Mos na lër në balt," përsëriti Maçoku. "Mjaft më, një proverb tjetër thot, kush i vjedh qyrkun tjetrit mbetet pa këmish." Dhe kështu Pinoku e Gjepetoja vazhduan rrugën pa e prishur Terezin. Pas një 100 hapash, pa në fund të rrugës një kasole të bukur kashte mes fushave. "Me sigurinë atë kasole banon dikush," tha Pinoku. "Shkojmë të trokasim." Dhe trokitën në derë. "Kush është?" u dëgjua një zë nga brenda. "Një baba i gjor me djalin e tij. Kemi mbetur pa bukë pas 3, ju përgjigj Kukulla. "Rrotulloni qelsin dhe dera do të hapet," ju përgjigj zëri nga brenda. Pinoku rrotulloi qelsin dhe dera u hap. Me të hyrë brenda, hodhën sytë sa ndi këndej, por nuk pan askënd. "Ku je, oj zoti i shtëpisë?" thiri Pinoku i habitur. "Ja, këtu lart." Atë birë ngritën kokën drejt tavanit dhe pan mbi traret e çatis bulkthin që flet. "Oh, bulkthi im i dashur," tha Pinoku dhe përshëndeti miqësisht. "Tani po më thëret bulkthi i dashur apo jo? Por pa kujtohu pa kur më qellove me çeki që më dëbove nga shtëpia? Ke të drejtë bulkth. Më shtyp edhe ti mua, më qello me çekiç, vetëm ki mëshirë për babushin tim të gjor. Do të vë dorën në zemër për baban dhe të birin, por desha të kujtoja sjelljen e keqe ndaj meje dhe të mësoj se në këtë botë duhet jemi të sjellshëm e bujar me të gjithë, nëse duam të na ndihmojnë kur të jemi i ngushtë." "Ke të drejtë bulkth, ke shumë të drejtë, dhe unë do ta vë vath në vesh mësimin që më dhe. Po si ja bëre që bleve këtë kasole kaq të këndshme?" Kasolën madhuroi një dhije e lezetshme që kishte qime ngjyrë kaltëroshe. "Po dhia ku shkoi?" "Nuk e di." "Dhe kur do të kthehet?" e pyeti Pinoku me padurim. "Nuk do të kthehet më kurrë." Dia u largua e hidhëruar e teksa vëriste duke sikur thoshte: "I gjori Pinok, tashmë nuk do ta shoh më, me siguri e ka përpir peshkaqeni." "Kështu tha? Pra, qen ka jo, qen ka zana ime e dashur," thiri Pinoku i gëzuar dhe nisi t'i qante me ngashërim. Pasi qau mirë, fshiu sytë dhe u shtri bashkë me Gjepeto në shtratin e shtruar me kasht. Pastaj i tha bulkthit që flet: "Më thua jo bulkth, ku mund të gjej një gotë qumësh për babushin tim?" 3 fusha më tutje ndodhet perimorja e Xhangos. Ai mban lop dhe aty do ta gjesh edhe qumshtin që kërkon. Pinoku u tur me vrap në shtëpinë e Xhangos, por ai i tha: "Sa qumësh do? Dua një gotë plot." "Një gotë qumësh kushton 1 sold, nxjerr parat në fillim." "S'kam asnjë kacide me vete," ju përgjigj Pinoku i pikëlluar. "Keq, e dashur kukull," ju përgjigj zoti i shtëpisë. "Nëse nuk ke as edhe 100 dark, s'mund t'ju jap as edhe një gisht qumësht." "S'kam ç'bëj,"
tha Pinoku dhe bëri të largohej. Prit pak, i tha Xhangoja. Mund të rregullohemi bashk. Mund të shkosh të mbushësh ujë me kova që të vadis perimet. Po e provoj. Më mbush 100 kova me ujë dhe unë do të jap falas një gotë qumësht. Në rregull. Xhangoja e çoi kukullën në perimore dhe i tregoi ku duhet të mbushte ujë. Pinoku ju përvesh punës, por sapo mbushi kovat e para, u bë qull në djerz nga kokat e këmbët. Kur më parë s'kishte vuajtur aq shumë? Deri më sot kovat me ujë i sillja me gomar, por kafsha po lëngonte në gramat e fundit. A mund të më çoni që ta shoh? Tha Pinoku. Me gjithë qejf. Sapo hyri në stall, Pinoku pa një goxha këriç të shtrirë në kasht, të sfilitur nga uria dhe puna e tepërt. Pasi e kqyri me kujdes, tha me vete i trazuar. Po unë sikur e njoh këtë këriç. Nuk më duket fytyrë e panjohur. U përkul drejt tij dhe ti në gjuhën e gomarëve. Kush je? Kur dëgjoi pyetjen, këriçi hapi sy e perënduar dhe belbëzoi në të njëjtën gjuhë. Jam Fitili. Pas kësaj mbylli syt dhe dha shpirt. Oh, Fitili i gjor, belbëzoi Pinoku me gjysmë zëri. Mori një dorkasht dhe fshiu lotët që i rridhnin nga syt. Kaq shumë po mallën gjesh për një gomar që nuk vlen një grosh? I tha i zoti i shtëpisë. Kush e di ç'duhet të bëja unë që e kam bler me para? E kam pasur mik të ngushtë. Mik të ngushtë, shqeu syt Xhangoja. Është shoku im i shkollës. Si the more? Klithi Xhangoja dhe ja plasi gazit. Pas ke pasur shok shkolle një këriç? Hajde, ç'pas keni mësuar atje? Pinoku u ndiej fyer nga këto fjalë dhe nuk u përgjigj. Mori gotën e qumshtit dhe u largua pa fjalë drejt kasolles. Që atë ditë vazhdoi për 5 muaj rresht të zgjojë që pak dhire të mbushte ujë dhe të fitonte me djerz atë gotë qumësht që i bënte aq mirë plakut të gjor. Por nuk u mjaftua me kaq. Me kohë mësoi të bënte edhe kanistra xungthi dhe me paratë që fitonte bënte pazarin e përditshëm. Ai ndërtoi me duart e veta edhe një karroz që të shëtiste babushin në ditët me diell. Kur binte mbrëmja, ulej dhe mësonte shkrim e këndim. Kishte bler aty rrotull një libër të madh dhe me të mësonte të lexonte. Për të shkruar, përdorte një copë kallam dhe me që s'kishte boj, e ngjyente në lëngun e manaferave. Fal vullnetit të fortë dhe dëshirës për punë, jo vetëm po e mbante tatin si s'ka më mirë, por kishte hequr mënjan edhe para për të bler rroba të reja. Një mëngjes i tha tatit: "Po shkoj në tregun ku të pranë që të blej një xhaket, një beret dhe një palë këpucë. Kur të kthehem në shtëpi, shtoj me të qeshur, do të dukem si një zotri i vërtet." Doli nga shtëpia dhe nisi të vraponte e hareshëm kur dëgjoi ta thërritnin në emër. U kthye dhe pa të dilte nga gardhi një kërmill të bukur. "Nuk po më nje?" i tha kërmilli. "S'po më bie ndërmend", ja ktheu Pinoku. "Nuk e mban mend kërmillin që ishte kamarier i zanës bujare? Nuk të kujtohet që të ngeci këmba në derë?" "Po, tani u kujtova", thiri Pinoku. "U përgjigj menjëherë kërmilli i dashur. Ku ndodhet zana ime e dashur? Ç'bën ajo? A më ka falur vallë? Më mban mend? Është shumë lart që këtu? A mund ta gjej?" Gjithë këtij rebeshi pyetjesh, kërmilli ju përgjigj qet si ngaherë. "Pinoku im, zana e gjor lëngon në spital." "Në spital?" "Për fat të keq, i kanë rënë mbi krye shumë fatkeqësi dhe s'ka një kacide për të ngrënë." "Vërtet? O, kush e di sa shumë e pas kam hidhëruar. O, zana ime e gjor, po të kisha një thes me para do të jepja, por unë vetëm 40 solde kam. Ja te kike. Po shkoja të blija rroba të reja, por po t'i jap ty, merri dhe çoja zanës sime bujare." "Po rrobat e tua të reja?" "E ç'më duhen rrobat e reja? Do të shisja edhe reckat që kam veshur që të mund ta ndihmoja. Shko kërmill, nxito. Pas disa ditësh ktheu prap dhe shpresoj të kem mbledhur edhe para të tjera. Deri tani kam punuar që të mbaj ti mat. Këtë jetutje do të punoj 5 orë më shumë që të mbaj edhe ti me më. Mirupafshim kërmill dhe të pres pas 2 ditësh." Ndryshe nga ç'qe zakon, kërmilli filloi të vraponte si zhapik. Kur Pinoku u kthye në shtëpi, i ati e pyeti: "Ku i ke rrobat e reja?" "Nuk gjeta asgjë që të më rinte mirë. S'ka gjë, do t'i blej një herë tjetër." Atë mbrëmje Pinoku në vend që të punonte deri në orën 10, punoi deri në mesnatë dhe në vend të 8 kanistrave bëri 16. Pasi ra në shtrat dhe zuri gjumi, ju faneps zana e bukur dhe buzagaz, e cila pasi e puthi, i tha: "Të lumt Pinok, fal zemërgjerësisë dhe bujarisë sate, unë t'i fal tër prapësitë e çapkënllëqet që ke bërë deri më sot. Djem që i ndihmojnë prindrit me gjithë zemër meritojnë lëvdata dhe dashuri, edhe pse nuk janë shembull i bindjes dhe sjelljes së mbar. Vërmend për të ardhmen dhe do të jesh i lumtur." Këtu mbaroi ëndra dhe Pinoku u zgjua.
Merrini me mend sa shumë u mrekulluar kur pa se nuk ishte më një kukull druri, por ishte bërë një djalosh si gjithë të tjerët. Hodhi syt përreth dhe në vend të mureve prej kashte pa një dhomë të mobiluar e të zbukuruar. Pasi u ngrit nga shtrati, gjeti gati një palë rroba të reja, një beret dhe një palçiz me lëkure që i rrinin për bukuri. U vesh dhe kur futi duart në xhep, gjeti një mbajtëse monedash prej fildishi ku qenë gdhendur fjalët. Zana Flokëkaltër i kthen Pinoku 40 monedha dhe falenderon nga zemra. Hapi mbajtësen e monedhave dhe në vend të 40 monedhave prej bakri, gjeti 40 monedha floriri që feksnin të reja fringo. Pasi u pa në pasqyrë, vetja ju duk krejt i ndryshuar. Nuk ishte më pamjen e kukullës së drunj, por fytyrën e pastër dhe të zgjuar të një djaloshi flokë gështenj, me sy të kaltër dhe një pamje plot hir. Mes tërë këtyre mrekullive që po i ndodhnin njëra pas tjetrës, Pinoku s'po e kuptonte më nëse ishte në gjumë apo po shite ëndër me sy hapur. Po babushi im, ku është? Bërtiti befas. Kur hyri në dhomë e gjeti plakun Xhepeto shëndosh si molla dhe në humor të mirë. Ai kishte nisur sërish zanatin e zdrukthëtarit dhe po bënte një kornizë të bukur me gjethe e koka kafshësh të gdhendura. A mund të më thuash, babush, si shpjegohet tërë ky ndryshim i beft? E pyeti Pinoku dhe ju hodh në qafë duke puthur fort. Ky ndryshim i beft në shtëpi është e gjitha merita jote, tha Xhepetoja. Pse merita ime? Sepse kur djemtë e pra bëhen të mbar, u ndodh të marrin një pamje të re, janë për herë të gëzuar e buzagaz, dhe gëzimi pushton edhe familjen e tyre. Po Pinoku i vjetër prej druri, ku ti jetë fshehur vallë? Ja tek është, ju përgjigj Xhepetoja dhe i bëri me shenjë nga një kukull e madhe druri ulur në karrige, me kokën kthyer më njan dhe këmbët të kryqëzuara. Pinoku u kthye dhe ja nguli syt kukullës. Pasi e pa një copë herë, tha me vete i kënaqur. Sa që sharak që kam dukur kur isha kukull e drunjt, dhe sa i kënaqur ndihem që jam bërë një vogëlush i mbar. Fund.